Sa pa e mëne të brerec këtë dhije. Po goq. Po flisja me një të banditin. Ti një, por atë, O e një para me. Qa me ndonë për atë? pe me e ka bo fam një 3-4 mujtet, unë mytë të më shoh dhe i ka bo një 5-600 vetë në laj. Hajdi qa bëri tani? Ata bon edhe ty njetë. Një të një, po shikoj si e bëri. Qasa, shikoj, po mnis kërkes tani, ta pranoj? Ja, Oke, ha, për refuzoj. nuk e ki menin atë. So, u futën dy goca, njëra nga Bullgaria, njëra shqiptare. I fash bandit qilin nga gocat ke qef, qilin do të flasësh. Fa me shqiptaren, i fash okej. Ta zë shah, nga. Pyet komentat, tregoj pak qa i fash shqiptares banditi. Dëgjë, Uro. qaj banditi, mu më ka shoh 3 muj dit pa në ullë. Unë i këm degeneru ketë atë. Amo ka shoh një përfam. Edhe ka bon. Po, më ka pas kërku foli tani në privat, se s'bo me janë gjitëm. Më ka pas kërku foli në privat. Edhe ma i vendesë qaj banditi se ketë që të gati që të shabojnë lajmë. Po shalojnë, po, ajë nuk mund që është të panzerë fjolin nga njëherë. A të shajti ty ja? Jo, nuk më shajti, po ignoroj një nga gocat. Ignoroj një gocë shqiptare, i fash ki kujdes. Një marak vulli drejt. Mu më ka pa shoh, ka po fon për me në privat më ka kërku foli. Mua nuk më shajti, po e prezentova me një gocë shqiptare. Pyeti pa komentat, kalonin qik të regoni shani qaj pa gocës. O ku kësë janë? Kush po gënje në laba me ditë ku kësë janë? Unë po gënje ku kësë janë? Po ku kësë janë nuk rajnë asë njëherë. Po ku kësë janë? Elmaja. Elmaja. Banditi. Pyeti pak audiencën qa fa banditi asaj gocës. Këtë mund kam në rodë qof edhe Ajgjoli Kukës dhe Marioni. Edhe ketë më kërku foli këtë për pasë më majen që nuk e masi. Edhe me të vërtet, banditi, din më po djeli keq, po nuk o djeli keq. O ma i vendesë që të dikë. Nuk ti më opson i ri. You can't be telling the girl I'm gonna grab you and scrape you. You can't say that, man. Se unë se janë gjesë korë njërit. Korë nuk janë gjesë njërit, për i qenë bajrama. Po goq, Bro. a të shenë po malaku një. Hajde. E që e tha asaj femnës? Po e ti foshte femrës, se di po e ignoronte. Po e ignoronte komplet, pas ta i fa diçka që do të... Po gocë e vogël, gocë shqiptare ishte, a kupton? Dhe të shka, që banditi, I fash ki kujdes se do të fusin burg, po të futën burg për atë çështje përvonimi, nuk ka mbrojtje nga shok për përvonim. me femna se këmë njës njerë të përlo. U sho me neve. U sho me neve, kalla për kalla. A me Hysejna, me mua, me ketë u sho me femna se këmë njës njerë të u sho. Unë mund të kem shok, mund të mbroj deri diku, po momentin që ti del si përvonues, nuk mund të bëhem shoku jot. O, se për me mbrojt, të laj mirë. A mu nuk e këmë njës njerë të u sho me femna. Është interesant me femna se këmë njës njerë me mu u sho, të më aferue, a mu se në gjes njeri. Po, a di që jam po marak në ty. Unë jam po marak ty më të mumit e goq. Një tripë. Po ty pse qka? Po këtë që i ka qikur të shka? Rina rati e shani, man. Në rati i rriun, të muajt e rati një mëne. Saj, man. Oke, bëj me dënim, qa dënimi? Po, në e që ti kina prish, po më që 20 fitura, se po. Oke, 3 lojra, me qa dënimi? Djem, që i ka shpërdojnë loj, me ketë bani loj, ketë bashkë. A mund qas 2 goca, flet me goca, e bëjmë 2 me 2? Regulli, burrit është, kërë të bisedu, me dikan mës me leju,
i treti me hinë nërmjet muhabetit. Jo, unë po flas qase dy tjerë, do me thënë i katërti. Ja, veçën e te. Veçën e te dyna me lujtën. Shpërdojnë e lojë bani like këtë bashkë. Unë them qase dy goca, lozim 2-2. Ju për logu kur nuk lujmë. Duhet ta shikoj si funksionon shani ku janë gocat live. Qëri si funksionon unë edhe Unë s'y kam parë asnjëherë me goca live. Ja, marrë unë me qikat ma të mira TikTok-it në kom po live edhe bëj. Po qasin me to dy goca. Rrime të. Ja, veçën e te. Du me përvue. O goq, O bro. cëllit humbe, këna me agjue ka 10 trejnë një në shruqit. Nuk më lën me gjuajt, vetëm te akaunti tjetër, mund gjuaj nga akaunti tjetër. Kur të leni gjumë? 10 trena. Kur të leni gjumë? Okej. Mund t'i gjuaj nga akaunt, kam akaunt rezerv, t'i gjuaj nga akaunti rezerv. E jo me gifta se na ullin halë këthën, me gifta tënë, po të të lujna me ka një litër ujë me pi. Po dëgjo, unë e pranoj këtë, e bëjmë me ndonjë, sa i bie 10 trena, i bie diku tek 10.000 pikë. Më mirë është të nis 2 mace, 2 mice. Allah. Dëgjëm se... Okay, baby Gucci, thank you. I need you lots. Ti e furt, po dhe kam të njerë që më rinë krahë gjithë, po problemi që te TikTok-o, mu erdhe mu më shrit komente këto, i besë, i pa besë, sa? Se që të bani, Allah, ju, a ba me ditën, ty personalisht, që të ka bani, Allah. Atë lumë Që gojë. ka bani, shëp. Ja, po kujten që unë i hafurët e tuat komente, o djemë, nga një që bjë thamë, juve, ju qopë, bëth, a ju mu se në më shteni korë, me ullë njerin, pa më po kur gjë mu. Kaq. Jo, është diçka sportivitet, nuk po bëjmë diçka harami, diçka sport. Sport është kjo, po o goq, lujna me pika një litër ujë, o goq, se nuk ban me lujt me gifta, unë e ti se jena lojtarë për atë. E kuptën e jo? Një litër ujë, po. Pa, mund qas 2 goca të rinë këtu, jo? Ju mërë që unë e te, që përna më neve grahë të më jetë. Një jetë të tërë duke jetuar me çuna, vlla, nga 1000 veta. Po, me kanë kjetu të shak e bote, është. Okej, nuk ke 2 goca në kraun tim, Po, që po humba qka? Po bandit, nuk të shikoj do të sy, vlla, i ke sy të Po, kështu. s'ki që amon po të mund së një lo, se nuk ka adet burri me këqyrë burri në së në loj. Ti këqyrë loj të më A mund qas 2 goca që të rritë komunikoj me gocë. Me mua hajte këqyrë të cëllim ma i burë. Bandit, e kuptoj je i martuar, pa mund të rriu me 2 goca se jam beqartë, bëj muhabet me goca duke lozur me ty. Kaq po të pyes. E lozi me 1 litër. Po goq. Okej, lëm qas 1 gocë bëj muhabet se s'mund të rri duke parë ty në sy, o vlla. Shko, o bandit, Allah, lere bandit, man, qa kje, o vlla. Bandit unë tani, shani, lere se të thira bandit. Është të thirë bandit. Thuj banditit lo, se te një shaninja kurove të dytin nuk pranon tretin më bet. Edhe regulli burrit to, kurove, kur ta shet i kanë të net veti dytin mos më afru nga atë mos më boj treti, kanë me shoh. Okej, dëgjo pak valla. Ti je i martuar, unë jam beqara. Më let qas 1 gocë bëj muhabet me goç. O shani. Leat pi o goç. Ku në unë. Por jo kukuna na ime vlla, nuk do rri unë duke parë ty në sy vlla. Unë dua pak të kem 1 gocë të bëj muhabet me gocën. Nuk të shikoj dot në sy ashtu vlla, aman, po. Apo ecë goç. A do më lesh qas 1 gocë që të bëj muhabet gjatë. Ec. Te e gorë bane mua. Del për e se ka të betujt. Okej, 1 kile ujë. Rësi burrat, se ki 10 vjetë 20. Te di që unë kam sabër ma shumë se ti. Okej, me 1 kile ujë, hajt, 3 lojë. Kam sabër ma shumë se ti kam më në vlo. Okej, a mund është vetëm të largohesh pak nga ekrani, aman. Ku me shku une?
Aty, ri ashtu, ri relaxed, ja. Po pse më na këtu kështu? Ha? U s'kam rrethet të rri lojfin tanë, djem, bani like shpërdon e lojfi këtë bashkë. Dhe na frem. Unë se ma se njerën të TikTok, se uli vetë për TikTok më se që ne unë vlo. Dakor, be ma ishi ujet të djelë. Dakor, që po quna pa mushe, po më smenese se në mund ka që le. Djem, se dhoni kam dhe njerë që më dojnë, më respektojnë më rinjë për masë e herë. Rollë herë që më Okej, njerëz, skuadra Gucci, skuad Gyq, a mundeni njipni pak support e kam herë 2, voratën e parë, hajta hapim për herë 3, kush ka dorez gjuhet e herë 3, edhe dënimi është për 1 kile ujë, kush hum pi 1 kile ujë. Shani, ajo duhet mbajt tapa këtu, e lë tapën të ven, e ja bën kështu, e tapën duhet ta ketë akoma. Ja, më rëgoj që të huari më ka përcim para 30 vjetë. 30 vjetë, në këm ka përcim të huari që i banë të sëtë. Okej, është herë 3, të lutem herë 3. Kush ka snipe, kush ka dorez tani të herë 3. Anyone got a glove? Tahira, are you still here watching? Who's got a glove? Herë 3. Kush ka pik gjuhet e herë 3. The game is with 1 liter punishment. You go drink 1 liter of water. Everyone like and share, please. Shpërndajni live-in të tërë. Bëj ka e pandirë. Mërgëm të orë. I lasë. Të tërë, kush ka pik tani? Who's got points right now? Është herë 3. Come on. Kelzia, you go. Yes. Come on. AQ New York. Come on. Let's have it. Clara, thank you, Clara. Goç. Fol brevla. E në mirë. O, tani e humbe e shani. Kush për të thëtë që kum hupën. Ja, po e shikoj të pikt. Kush ka tani tek 30 sekund që e 20 sekonda duhet dorez. Se zben edhe snipe. Ta marrë do bushek. Yes, dorez e parë, come on, let's go, strong, come on. Strong, tani kush ka në i snipe, mos e lini të qaset. Të tërë shkeni like, everyone like, come on. Mua kina e kanë pësam keni Come on, të come on. që Sorry, pasë yes. të lipën e kënë në ilu. Kelzila, thank you. Sa të bëju uëm keni një. Thank you, yes.
1-0 pa njerëz. Okej, Se dhe 1-0. një herë të ja bo share dikun e lojën, ato ja lip një lull, kërkosh. Ta me lozni me 10-3 do ishte më interesant. Mas lipa në të shka vëllë, jo, qka ki? O shani, nuk mund pi 1 kile ujë, na e lozi me 10-3 më mirë. Në shpirë një pas një tham dilë një për trupët si lipi kënë, është ku kam ftyrë. Që lojnë? Dakor 1-0. A lozi me 10-3 më mirë se 1 kile ujë. Kajtja e ka kërit burën më të mirë. Edhe gruja Gjuhë të mbëll, I don't know, apo më digjon live apo jo? Kajtja e ka kërit burën më të mirin edhe gruja keq. O, liter. Okej, jam duke los kundra Shanit. Ja kalova shumë mirë sot, u knaqa duke pirë kafë. Faleminderit, tani po provoj t'i marrë 10 trena Shanit. O Shani, do e lozi me 10 trena po 1 kile ujë? Ah, man. I had a lovely time. Faleminderit, u knaqa duke pirë kafë. Po, folëm 10 trena. Unë të full edhe me dollë për jashtë. Dhe pra një lojnë me ujë. Do t'ik? O do t'lozi me ujë, apo do t'ik? I liri kur dush me i. Pse të shikon kaj shumë me gërsirë në sy e Shani? Nuk të vëmë në sytë, vetëm duke parë ekranin pa e mbyllë sytë. Nuk jam falsëme. Po mirë, po Zotit ka vënë qerpik që ti mbyllë sytë. A, Me na sytë asë një, sytë. që është rrallë herë i livrit me qerpik të syve. Jena marak me këshurë njërin njërën. Po mirë, po Zotit ka vënë qerpik, ti përdorësh qerpik e syve. Pas gishtat në dorët nuk jetë njetë asë një. Te unë jam unë. Në atë njetë nuk jenë. Po shkenca ka thënë që një njeri nuk mund të rri me sy hapur, kështu që shërri ti pa e mbyllë sy. Ka gjemir. Po hajta që këmë sa fu arriti me sy hapur. Oke, 3 minuta do i mbyllë syt apo jo? Ja i mbyllë. Që të është e dy bote janë gjanat fëmijë dhe lo, në kënë burë. Ma betat... I mbyllë pra. Po Shani, ti thua nuk i mbyll syt, është gjë burrnore mos mbyll syt. Okej, unë do i flas lojës, e 2 lule, come on, let's have it. Kristian, pas le. Kokës. Okej, është herë 3 tani, kush ka në i snipe, vetëm ta bejt pi një pagure me ujë e tiki. Shka. Kush ka support për Gucci tani, herë 3. A ka në njëri support për Gucci? Ma që pas le. Apo mbjek akoma, apo ke rënë gjumë? Okej, herë 3 akoma, falimderit AQ, GK, falimderit. Kelzila, falimderit, come on, tani akoma herë 3, kush ka të herë 3-shi, ta lem brapa. Kush ka dorez tani të herë 3-shi? Me lem brapa Shanin që mos të gucoj të qaset me të lozi me Gucci. Vallahi, Gucci në nuk i lipi kërkune, se me mu mi lipi edhe une të hisë në mu, po në se bi vetën atë. Po vje. Është akoma, okej, e mbushëm. Tani, Ko gjera në vjem, mi thonë 30 sekonda, 20 sekonda. Vallahi,
Kush ka tek Doreza 30 sekonda e 20. Anyone got a glove Kena dallim në thë. and 20 seconds. We want a glove. Kena dallim se nota me ditën. We want a glove of 30 seconds and 20 seconds. We want a glove of 30 seconds. Come on. We want a glove. Come on. Yes, thank you for the glove. Come on. Come on, come on. Baby Gucci, thank you. We were at the same time as we are now. Support Gucci big time. Come on. Love you guys. You do a show. You do a fort. Yeah, guitar man. Kjoza, don't do that. E bukur po Kjoza. Ty me 0, foli loja sa shani. Amo që ke në koloj. Jo, kjo është do pish një pagure me uj. Unë më mire kam nxjerr një parafringo se sa të pi një pagure me uj live. 5 litra ujë që të se sa mja lyp dikon në lullë. Unë më mire kam E shok, ja. më nxjerr një parafringo këtu lu. Unë jam djallë me të me. Pagure me uj para 3.000 vetë. Ja, kam 4 fëmijë. Më po fëmija me të lyp njerëz e lullë këto. Për mua dek. Më po mua fshati, bo bëstem me fshati dojet me thonë djallë e filionit. Po me të këtë lyp lullën ti këtë. Pi shishe me uj. Ti para në vja mua. Humbe shani, fitova 2 loja. Fitova 2 loja, humbe. S'ke fitu 2 lojt. Ja, mërë 2 lojra fitova, për zotin. Po të stërë ditë kanë senët. O djenë sa që po në ndjekni, a mund t'i foni banditit sa loja kam fituar? 2-0 bandit. Bandit Do, Shani, kanë false se- bandit. O Shani, fitova 2 lojra. Pëte, Është 2-0. e lidonin, pëte të kalëzën. Së. E sa po të thëtë që i ki fitu? Kush është? Mëse, a e pyte banditin e lidonin. Pëte edhe njëherë sa po të thëtë aj. O Shani, është 2-0 me lojra. Pije pagure me uj, humbe. Se kam përgutën. Okej, sa njës ka live Shani? Me qëta që rri për ditë jam hala. I kam një 5. Ta njës ke live? Zëkën një shtemë rritë në ko. 500 e sa njës nga Shani, kaloni pak nga unë. Apo ka lë një diku që të njerë të unë të gjiko. Që të jenë intriga, ka lë një ka unë, jo po dalë me filionin. Këtë jenë intriga për audiencë, më ka lënë të. Okej, erdhën, po vi, Kaloj të faleminderit, kur ka mirë qenë. se erdhët. Kur më ka lënë këtë ka. Mirë se erdhët, faleminderit. Shumë faleminderit. Hajdeni akoma, njës që janë nga Shani, duke ndjek Shanin, hajdeni pak më ndiqni mua një Ata sekond. tutë kanë me dolë Hajdeni qimë. rri. Okej, hajdeni akoma, është herë 3 njës. Tani do pish atë dënimin një shishe me uja, po, Jo, nuk me do ta bash. fjollën të me moj, se burrat lidhën për fjole, hajvan lidhën për me. Derisa ose bëri Shani dënimin, hajdeni nga unë njës, mos e ndiqni nga Shani. Atërë s'pe bajë, pro, unë garantoj ty me jetë, që ke intriga, dhe jo, ka unë thash ty që unë kështë e mojtë për ti, unë garantoj me jetë, se dhe që të njerës tu që janë, kanë me dollë të unë. Po, të dilja Ja, unë po, best ti- friend ti foja të që full, do se pi unë një të shishe modelimin ujë mos ta kesh. beja. Po ti të bojnë intriga, i të thonë që s'po pi një shishe. hajdi ka unë, hajdi që unë, kjo është intriga
për fond për audiencë, o goq. Se mu së ma lejshë për të sanë, është e gjenë. është e. Po gjë. Unë të fash kam fituar 2 lojra, ti ke fituar 2 lojra. Hey, thank you. Fin, faleminderit. Fina, shumë faleminderit. Thërë se mos po vinani. O Shani, do e pish dënimin e shishes ujit, apo jo? Bismillah Allah. Ashtu e pinim të tërë, Shani, do ta pish njëtën direkt, njëtën Si e kohë. piju në puna jam është. Ja, si e piju në Po këto lojra do lozim në të. Burrat lidhën për fjole, e lëpt lidhën për Burrat brina, mbajnë për fjale. qafe, për grozhdi. Shani, tani burrat e ne dënimin e bën për dënim. Ashtu mund pi 5 kg në ditë mund. Pije pa gurin e ujtë. Blëk ti, cela, blëk. Direkt blëk. Ako më të cilë më dratë? Servi mua betin Shani. Po blëk që të pedera të komenteve. Shani, ike dorme e dreve mua betin, ika unë. Nuk po e mban fjallën, ik, nuk duhet ta shikoj fare. Baby Gucci, love you too. Unë dua. Alo Gucci, Alo, përshëndetje. Mirë, ti si kalon? mirë, faleminderit. Qa po bën? Po rri për momentin. Nuk e bën qa. Më fal, së ndëgjova. A lovesh kur shkruan njëtën gjë, po nuk lovesh? Jo. Apo ke marrë në një aplikim që e bën automatikisht? Kopi. E bën vetë kopi me gisht, apo e ke me aplikim? Nein, vetë të bëj. Vetë? Po? Seriozisht? Po? Seriozisht? Ja. Shumë faleminderit. S'ka gjë. Si po kalon ti? Unë po rri. A ndoj që para të qysh i foli asaj gocës a ideali? Si? A e pe që para qysh i foli a i banditi asaj gocës nga Shqipëria? Ditën? Apo kur keve live? Kur ishim live me banditin e me atë Albanian, ajo goca nga Shqipëria. Okej. Fal Gucci, po në si njaf këto në vetëm ty të përcjeli. Jo, po kur isha unë live që para, më pe? Qa mendimi ke qysh i foli asaj gocës a ideali? Nuk është mirë. Nuk është mira ideali? Edhe unë mendoj njëjtën gjë, më duket se s'është mirë nga kryt. Ja. Po juve njerëz që po na ndiqni, qa mendimi keni? A mendon se është një mënyrë qysh me fol me një gocë apo jo, Kasandër?
Çdo njeri duhet me respektu njëri tjetrin. Dale po I pyesim të njerëzit në audiencë, çfarë mendimi keni? Mi mrama. Përshëndetje Drevsa. Po mjet. Po, Se ishim sot tani. a e pe që parë kur isha live me banditin? Po. Çfarë mendimi ke qysh I foli asaj gocës nga Shqipëria? Asnjë gocë nuk do të më fol ashtu se nuk ban. Nuk e di, nuk është mirë, nuk është kultura jo. Se ka të fol me në vet, tash s'munësh me mësu kërkan, mendoj unë. Juve që I ndiqni këta o njerëz, bohu vat rëndësi këtyreve njerëz, se I shikoni vet. Mos U jepni rëndësi Kam follow për Zotin, unë ty të kam follow, edhe të kujtohet se më bone edhe ta ktheva, edhe unë si bëj kur follow, as banditin, as njonin heq. Në mënyrë qysh I foli asaj gocës, se qysh reagoja ajo goca, çfarë mendimi keni njerëz? Qyre, një femen kof ma keqja o goq, nuk I folet në mënyrë të keqe. Kështu që nëse është një person I keq, besoj se është për veti, edhe si kërkushi as ti, as unë, as kërkush me fol në qatë mënyrë ose të keqe. Tani, njerëz po më shkruajnë mua se nuk e ndjek kodin që duhet ta mbrosh shokun para gocave. Në rraf para ishte shoku im, edhe shoku im t'ishte, një të gjë do I kisha thënë. Se gocën ai ishte mënyrë që po provonte ta injoronte atë gocën, nuk mund t'i thuash ti asaj gocës do të kap unë si kafshë do të bëj këtë e këtë. Nomi. O goq, nga më goq, këtu në TikTok I lloj njerëzish edhe gjithkush e kallëzon veten kush është me të vërtetë. Unë e tham, njeri Banë mu më do goq edhe unë I këshu I komentet. Nëse s'do, okej. Jo I bëj vetë, s'ka në një, kënaqem duke I bërë. Okej. Faleminderit. unë e Ata tham, jepat lezetin, po. Je, kënaqësi. A kupton, janë, e di që më habit. Të tëra, Van Damme, përshëndetje Van Damme. Po, A i pen live- o goq, një gjon nuk e di. A I bën veç blok, a I bën veç mute apo dhe blok? Në fillim u bëja blok, po tani kam qef I le vetëm mute. Aha, I den veç me një, apo? Po. Okej, ma mirë. Shumica e komenteve me qa po shikoj janë akaunte false. Shumica e komenteve janë akaunte false që shkruajnë. Po puna se s'kan ftyrë me dalë me ftyrë tamam këto, po hajtë. Blok hy baby Gucci. Që ky tjetri. Pa ne blok shtash se po gjuna kullu. O zot, qas një njeri këto. Tëra akaunte false janë. Kjo O më goq, edhe unë për para kam hi me ftyrë. Po në fillim këtë TikTokut edhe një kohë atër mos kam pos hi. Se vetëm se ko kësi lloj komentesh, këto gjana edhe më kanë pengu. Edhe juve, ju zot, faleminderit. unë e tham, njeri vepron aq sa din. I'm trying to tune into the drama, but I'm not following. Okay, Aisha. Nisma një request, Aisha. Nisma një request. Do lind, ndej zaman. The one sending me gifts, what's his name? Do lind, o zamër. Gucci. Qa po thu goq? A më mujtë? Account false. Edhe qëta se po gju lule me këtë koment, me këtë emër Ai, për bëra e bën e blog. O I divo, zemër, gëzuar. Unë me gëzuar Bajramin gjithve. Se unë jam e fesë katolike, po prapë se prapë një jena si katolik si musliman njët. Kom up Jetlina. Njerit, Hajde pak lartë. Po loq, ko ves, përshëndetje. Gëzuar fesë, gëzuar. Njerëz, më nisni kërkesa. Dua vetëm të di qa mendimi keni. No, I can't, thot,
Qa mendimi keni njerëz për mënyrën qysh i foli asaj gocës banditi? Qysh e trajtoi atë gocën shqiptare? Dreza o Krist o zemë, mira dhe sti. Po shumë, nashta edhe shumë njerëz nuk e kanë po edhe live-in, qatë live o goq. Qysh ishte duke ndjekur live? Ja, blocked baby. Nuk i di kush. Gëzuar Bajramin. Beje këtë mua bet. Po mos i ka zoni more qa bën ky live vetin. I can't have this bad energy, wallah. It's not bad energy. Ishte në live me banditin edhe banditi ishte It's teaching the young brothers. ishte të fol me një vajzë në mënyrë Teaching the young brothers how to respect edhe po qatë unë po thot. how it goes. It's very trashy, shumë trash. Shumë trash. Bandit, ke hun pik në mua bandit. Mendova se ishe djali mirë. Unë të ndjeka mendim i shëmtuar, thot ishte i banditit. Na moj. Flamur. Gucci, Përshëndetje Flamur. Qa me ndiqje live që parë me bandit? të ndjeka, ishte një mendim shumë arrogant. Shumë gjë arrogante. Mënyra që Ajo shënduja të nuk shkon fare ashtu. Në një femër shqiptare me ullë aq poshtë, me thonë e ban me një kafsh, ajo Ai shumë do me thënë, a e bën me një kafsh në mënyrën seksuale, po bëhet Ashtu. shumë seksual me atë gocën. ashtu tha. Bandit, ke hun pik, kërkoj falje gocës, bandit. Respekt për ty vllai, unë e dola. Ashtu, vë. Unë personalisht se unë nuk mund ta lejoja, unë isha duke fol me gocën tjetër, po momentin që e kapa, reagova, s'mund ta lija të vazhdonte ta ignorante Bravo, gocën. respekt, ashtu duhesh me qenë si për nga ona femërore dhe mashkullore, nuk do të mi toleru se jena shqiptar, pa marrë parasysh mes neve nuk do të mi toleru këto gjana. Respekt për ty shumë. Faleminderit, Flamur, Zoti të ruajt, vëlla. Inshallah, njerëzit që po na shikojnë, mos u jepni shumë vëmendje këtyre njerëzve që i ulin gocat e i ignorojnë gocat ashtu. Ju respektoj, kalofshi mirë, gjithat mirat, vëlla. Faleminderit. Illyrian, hello. Të menoj se çdo njoni e ka zënë veten se kush është, kështu që Jo vetëm pa habitën që po më thonë njerëzit pse se mbrojtë shokun. Nuk mund ta mbroj shokun, unë kur shoku im bën ato gjëra. po edhe s'ka shok sot do goq, janë trall njerëzit se mundesh mi thirr shok sot ose shoqe. Po. Ti me nisa njën e njeh TikTok këto ose ban lojna, ti s'mundesh mi pas këtë shok. Ti thjesht e bën një lojë dhe qa shoki? Inshallah Zoti të jap mësime në shkollë. Qa tha goq? Baby let me të lidh. Po s'ka mërë qëfar shoku sot shoku veç mos mujt me ta ras. Kam tyne, no, who offended Drevza? Qa po thohu goq? Dikush provoj të ofendon, dhe le t'i bëj blok. Po le të ofendojnë bre, pse apo manin shumë. Po as u leo dhe o goq të bo blok. Fare, më falni gota, i dua shumë, faleminderit. O, zot, unë për veti kisha pojtu to këta njerëz mi bo. Faleminderit, sot i ruajt Cassandra, të dua shumë. O goq, po i kjo dhe... Më falni një sekund, vetëm po largoj këta akauntet falsa.
Edhe kështu e njerëza. Queen, përshëndetje. Mirëmëngjes. Walaikum salam. Queen, Gjesi, si e? mirë, ti si je? Një Queen, apo ndiqe live si parë? Pak më herët po. A e pe live me banditin? Po e pash pak? Qa mendimi ke për qysh provoj ta ignoronte atë gocën e mënyrën qysh ja bëri me gjëra seksuale? Po çfarë mendimi o që çdo mashkull e ka zën karakterin e vet, nuk është mirë me ofendu femnën. Zakonisht femna gjinia femrore është sikur një trandafil. Po tash mendimi im është që ai garanti ka ro pizhman. Është dhe me thënë një mësim për një mashkull. Tani njerëzit po fon unë se mbrojta se jam inaxhi kundra banditit. Qa ka mund t'jem inaxhi Nuk kundra është banditit? me mbrojt, po te, dhe me thonë, te kallëzove që një mashkull që nuk do të me dalë kundër një femnës, dhe me thonë, që të mund ka femna për parësi. Me ofendimi. O që këto zakonisht e na ndodhen këtu gjëna. Se një mashkull shqiptar, ko nuk e ofendon një femnën të huj. Veç këshyr me ofendu Kosovarët ose Shqipnisë. Fix, se ku po fliste me gocën tjetër shumë i respektueshëm ishte. Ajo po e ignoronte atë me emrat që po e friste, edhe ai s'po reagonte fare, kurse me shqiptaren direkt provoj ta ignoronte. Mua me shqiptar ka kanë qef me ignoru poshtë. Unë i si kuptoj këta meshkuj pse ashtu. Qa ke bërë Queen, si po e kalon Shqipëri? Në Shqipëri nuk jam, ku që... Kur të vjenë në Shqipëri unë të kallëzoj. Ti që ke bërë që Shqipëri të Bajramin? Po rri. A kjo ngreq baklava? Hangra, po. Pa fund. Mos, harrova baklavan te makina. Oj, Dola për kafe me një shoqe sot e harrova baklavan te makina. se ndoshta s'prishet. Nëse prekunën. Sa e mirë që ishte a baklava, për zotin. Natën, natën. I shikon live sot, Gues. Jo, unë vetëm po bëj mute. Kanal. Arbion, hajde pak live, Arbion. Manuela, përshëndetje Manuela. Faleminderit. Kjem të gjela plak. Çka është kërën kështu? Cassandra. Mi mbrëma Guçi, mi mbrëma. Mi mbrëma sa një lasie. O, më në fund, për zotin. Në gjase për të dëgjoja tani të kam ndjekur, të ndjek vazhdimisht. Jemi nga një anë dhe do të një gjësani. Ka shumë intrigantër dhe një mashku, kjo është një mendimima, një mashku që ofendon një femër që ka unë pikë dhe lërat e vetë. Nuk futet Ku e pak nuk të dëgjojnë mirë, që të dëgjojmë shumë mirë. Po tani më gjon? Po. Atëre, mi mbrëma përsëri. Dhe shumë respekt për ty Guçi, kam shumë respekt.
Kam respekt për ta, sepse jetë shumë me norma, letë në brenda rregullave e jetë djalë shumë i respektuar. Por duhet të kuptosh një gjë këtu në këtë rrjet social, që janë shumica intrigante. Dhe po thosha, një mashkull që ofendon një femër ka humbur pikat dhe vlerat e veta. Më kupton? Nuk është se shumë më ofendoj mua edhe më urdi mua, në asnjë mënyrë jo. Ai të thap edhe kamën dalë dhe me fitu një sekund ka Gucci, se mas me intereson, dhe të ndaj të thash Gucci, fut njerës të thjesht. Përshëndetje. Gja. Hey, Gucci, Njerëzit këtë janë. Përshëndetje. can you blog big.bisha.edit? Because I swear to God, I will actually like go and punch him in the head. I'm not even joking. He just insulted me. Big.bisha.edit. I followed you, by the way. You keep saying come to private. I blocked you. Shkoj tjetri këtu ja, come to private, I will open you. Exactly. I followed him, but he didn't accept. Wow. Did you did you see the insults? Jo, nuk di anglisht sepse jetoj në Itali, nga një në anglishtën jam zero një. Gjosoni. Dhe ato që një gjithë të si djarë se ti tani kërë në TikTok. Dhe kam parë që të bëjmë padrejtësi dhe intrigat. Ti nuk duhet të merresh me njerëzit intrigantër, sepse nuk ja ti niveli, ai si djalë po të plasë. Sanila, unë nuk po miresha, unë isha e pyeta, unë e respektova, i thash qile nga gocat të qef, pa kam qef shqiptaren, i folë me bulgaren. Po kur isha duke folë me bulgaren, e kuptova që po e ignoronte, po i bente sa gjëra seksuale në mënyrë ignorante. Edhe unë kisha 2000 veta, a i kishte 1000 veta, ishin 3000 veta duke na parë. Unë nuk mund të rria aty ta lija ta ignoronte të gocën, pra na i thash kërkoj falje, se po bën gjëra seksuale kundra një gocë shqiptare. Se Bullgaria po e ignoronte, edhe ai pa një gjë bullgares, kurse me shqiptaren janë nisi kundra direkt. Gucci, nuk po bëm përshtypje sepse ti tani ke deri në rrjet social dhe i kam parë palaço dhe cirkut. Më kupton son? I kemi Tani parë. juve po më prisni mua besprem, po unë s'kam se t'jem besprem, nga gjithë. Jo, besprer, kush të fjalën besprer, se të është vetë besprer. Ata duke ditur. Se t'ishte motre tyre ose në një pjesëtare në një gocë e shtëpisë, nuk do e kishin të. Jo, Nuk ta lejoja. fjalën besprer, sepse ti ke dhe një jetë të ngarkuar, ti ke patur një jetë shumë në jetën në veten tënde. Okej. Kush është besprer, sepse i ka bërë. I s'lëshe vetë. Edhe mendon se të tjerë t'janë si vetë. Edhe këtu është problemi tek tyja me këta. Ti Gucci ke tjetër jetë, ti Gucci je tjetër djalë, ti Gucci nuk të lidh asnjë me këta. Ti nuk e dar kur të ofendosh një femër. Ti Gucci ke ndin gjithmonë se të kam ndjekur, të kam komentuar. Të kam ndjekur shumë herë, po. Nuk të do me e di, paga shumë kush je, por kur dole në skenë, kam ngelur çik kështu, do me thësh ç'ne të dal Gucci në skenë. Ku në TikTok. Sepse TikToku nuk është për Gucci. Dhe Gucci nuk është intrigant. Gucci nuk interesojnë lekët, Gucci nuk interesojnë të bëj kështu, e ke parasysh si që janë këta me lora ku digjon damlla se s'tere me këto una. Se për mua këta në kategoria Z, nivel 0. Sepse burri që është burr, lekët i bën ndryshe. Burri që është burr, nuk merret në llaf e TikToku. Po vetë punon, siç punoj ju. Nuk kam shar njërin TikTok, as nuk kam se Prandaj të admiroj, unë ta them këtu. Dgjoj, të kam komentuar, të kam thënë, Gucci, nuk je pjesë e këtyre të ta aty të futën në një kurth, por ti atë kurthi nuk arrite do ta kuptoje. E kuptove me shumë vonesë. Se ty komentuesi, ti do t'i lexosh dhe komentuesi. Unë e dija që për audiencë mu qasën, se donin ndrysh. Bravo. Ti duhet të lexoj komentuesit që po të thoshin kujdes se po të bëjnë kurth. Kujdes se po të bëjnë një kurth. Ti po ta thoshin komentuesit përpara se ti të nisesh në një udhtim. Unë kur isha duke lozur me telefonin Nokia, ishin rradh, rriesht, vetëm donin audiencë. Po, në atë mënyrë kush më bën, po i bëj thirrje njerëz. Boll urvat pozita të lartave, sa njerëz që janë fiks fare pa vlerë, pa pikë edukate. Po urvat vlera. Mos i ndiqni fare, bëni blok, largojeni. Dëgjoni pak, ju komentuesit mua si Sonil,
nuk më interesojnë opinioni juaj, sepse unë ha bukë shtëpinë time, jetoj me krahët e mi me djersën time. Nuk jam në TikTok hiç fare, se po t'ishte për I bëra blok. Dëgjo, e shikon Gucci tani ku të gacmojnë? Dëgjo Soni, këta provokojnë sepse duan show. Mua s'më intereson show, të them të drejtën, nuk do të ti fare. Ore fare po të them, zero. Se po të doja, futesha në live, bënim show, edhe arrinim në pika që shikojmë, si çdo herë. Nuk më pëlqen Soni këto gjëra. Unë jam një nën, kam djalin 22 vjeç për pak, edhe vete në punë kam punuar gjithë jetën time, që ta e buk fëmia im. Nuk dal këtu në TikTok me i lule, me i manushaqe, më kupton Soni? Prandaj ti si çun, nuk e mos u apak fare, po shiko tymin tënd, rrugën e jetës tënde, se je djalë vërtet që s'bën më nëna. Je djalë që dhe kur ke dalë këtu, nuk e thënë gjysë fjale. Je djalë që si ke kërkuar asnjë gjë askujt këtu. Por tu ngjitën a mbrapa, sepse këta kanë mënyrë. Urdhra? Po lonjate. Ngjyshin e kam pat nga Skopin. Vet jam kalinjote me sot. Nuk e di. Jam nga Kanina. Më kupton? Po këta këtu e kanë marrë për pjetë të qënsoni. Prandaj unë kisha shumë dëshirë, pse të thosha po të komentoj shpesh, që të hyja, nuk më intereson TikTok-u. Fare, zero. Unë kam profesion në jetë, unë jam shefe guzhunjere. Me thënë, je shefe guzhunjere. E të merresh e ke parasysh lari të dalësh këtu lule manushaqe të rëndafila, ama të keqes, të lutem. Një njeri që në jetën e tij do të punoj, apo bën dhe një kurs, bën çdo që në jetë, që të jetë dikush. Nga edhe kurset nuk plëndosën një në më. Është një kaluar që është mbrojtë. Marr një cop diploma, apo për të marrë diçka që t'jesh dikush në jetën tënde. Sepse unë kam djalin, Gucci. Ka marrë unë diploma, po prapë si prapë, nuk të shikojnë të njëjtë, të shikojnë gjithmonë si ku je një pjesë nga e ulta e këtij vendi. Ja, djali im u diplomua Gucci në qershorin e kaluar, në mekanikë elektroauto profesionale, por ata i dhanë mekanikë elektroauto edhe elektricist. Dhe sot është mekanik, sepse punoj me ashensorat, me motorat, ashensoreve. Për momentin është mirë si është me këto. Pastaj më tej, unë do e nisë këto firmat më të mëdha, Ferrari apo të Lamborghini, sepse më shumë ai ka qenë Lamborghini si markinë, kupton? Do me thënë, kush ka diplom, edhe do të punoj të keqen Soni vetë e punon, nuk bën palaçon këtu në cirk. Cirket këtu në për TikTok, çan këto. Do mlap, se dëgjon këta janë çmundur vlla, kanë lajtitur këta. Guç kanë lajtitur. Mos i men njerëzit, mos i mendojnë njerëzit sa si tia. Këtë do ta konfirmoj. Nuk ndryshoj botën, vetëm aty ishte diçka që ishte platforma ime se unë nuk e ndryshojmë dot, por njerëzit pranoj, nuk mund të toleroj ti të injorosh njerëzit që ka mund miq. Nuk mund të lë ti injorosh ti miqtë e mi e ti digjenerosh miqtë e mi. Prandaj e di për çfarë bëjnë. E di për këtë duhet të kuptosh. Për të ngrihen këto këtu, ja të ngrihen këto këtu. Normal. Për show. E kupton ti çfarë niveli janë, çfarë kategorie kanë arritur njerëzimi, nuk është me njerëzim. Unë njerëzim shumë këtu në TikTok e di që kam qejf una. Do të thënë që më pëlqen si personazh Klevion e kam qejf për këngët, Klevion e kam qejf se ka atë batuta, ironin. Pa të tjerët, kam dhe një shokun tim se përmendot emrin, se është emër shumë i Masoni e ka të Masoni, po unë kohës fundit nuk kam qef futem se ka puaj një herë këtej, po Masoni me mua gjithmonë e ka pa drejtësi. Gango gjithmonë ka qenë kështu. Unë po flas si djalë, sepse dhe ai po merret me këta palaçot e tjerë. Po nëse pa ai më shumë është për është më shumë për këngët. Unë e kam qef kur prandaj nuk e kam ndjek në TikTok. Këngët e tim pëlqejnë, po nuk e kam ndjekur në TikTok se unë ndjeva sikur po provonte të fuste mua në ato lojra. Po me mua një gjë e respektoj, faleminderit, nuk më ka shar, nuk më ka ofenduar. Vetëm që doli me një intrigë atje kur faktisht ndodh diçka. Po këngë unë prandaj nuk po futem në live, vetëm rrihet ja dëgjoj këngë. Se nuk e kam ndjekur këto kohë, se po them të drejtën, unë që jam në punë, kupton Soni, dhe një njerëz që është në punë. Shumë ja, aq se sot jam turni mbasdites. Ishte shar, se di çka kishte ndodhur, ishin zënë tërë bashkë. Po këta Po respekt kanë, gjithashtu. Si djalë, ai si djalë, po të them, dëgjoj.
Je disa gjëra I kam bërë dhe ati djalit. Akshe. Edhe ati. Po, I kam bërë plot këta. Tjetër se ai gjithmonë ban atë, e kupton ti? Po ua bën të gjithë, po më ka pëlqyer një natë kur ti ishe në live, ishte edhe ai. Edhe të thaj, iku ky e po jo, unë nuk I nga këtu, do rri me ty të tha, disa kam qeshur. Vija pak të këty, pak të kaj, pak të këty, pak të kaj. Pa jonat ka qenë gallat kur I thaj, unë të iki? Jo, unë nuk iki nga ty të tha. Është shumë I zgjuar Klevi. Është shumë I zgjuar edhe I kupton njerëzit që se I ka kaluar vetë sa vujti. Po problemi është me mua nuk më pëlqeu që ish doli aty për një çik audiencë, I fa njerëzve ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo. Nuk I kam ditë live. Mendova kishim një marrëveshje më ndryshe. I vash dorën e unë ndjeva si kur provoj të rritë kram. Niste ti si çu, mos I këta që Në gjitha tjerat nuk ja hedh poshtë Klevjo se çdo njeri më kanë shah shumë njerëz këtu. Klevjo pa që janë unë aty ka dalë krah. Më ka dalë krah me vërtet pa më njoh që ditën e parë. Kur më shau Shani, më shau sa njerëz, Klevjo doli gjithmonë ka dalë krah e ka folur. Nuk është tip që rri aty e provon mbroj interesi. Klevjo gjithmonë ecën me drejtën e unë nuk kam shar njeri, nuk kam shkel njeri u kapën. Klevjo gjithmonë ka folur e më ka mbrojtën ato muhabeti që ka ndodhur edhe mbrapa krave. Po të them një gjë më e madhe që jam se janë 47 vjeç, gjë këtë të unë jam shqiptarja pa që kam bërë live në Facebook, në që mi me vëmëndi. Dhe jam shumë stedite shumë e përgatitur në live, po flasim, okej? U largova definitivisht, 4 vjetë pak. Stop, tash. Po, stop. Sepse, kur thash që po beshin intriga, kur kuptova që po beshin shumë gjëra, edhe më vjen shumë keq për shumë njerëz këtu që bjen pre dhe viktima e intrigave të këtyre. Më vjen shumë keq. Sidomos një djalë si ty që çdo nën, çdo femër, çdo nën, o Gjazalo, o dashuri, që çdo nën. Gjazalo. Love you zemra, o dashuri. Që çdo nën është krenar të ketë një djalë si ty në shtëpi, çdo motër do jetë krenare që ka një vëlla si ty, se je vetëm djalë deri tani që unë të ndjek me pastërti dhe nuk kam parë akoma djalë shqiptar me normat dhe rregullat e tua. Do kisha shumë dëshirë dhe marrin ti e shembull për Mos harroni se kam 16 vjet që kam marrë sistemi anglisht nga jeta ime. Po. Më kanë 16 vjet jetës time, 12 vjet kanë qenë të izoluara. E prapë si prapë nuk vëj, jam rrit me normat ndryshme, prandaj nuk kam shar asnjëri, nuk kam shkel me njerit në kallë. Ti e shembull për këta të gjithë, për të gjithë çunat dhe rini shqiptar se ti ke folur shumë. U ke thënë mos çuna, ndaloni çuna, se kini nëna dhe motra. Por dëgjoj soni, ti e një dhe me këta nuk arrin dot që të ambushësh mendjen, se s'u ambusha dot mendjen unë atyre që kanë mbrojtur nënat dhe fëmijët unë historikisht. Unë kam qenë Gucci bro respekt për të Gjazalua. Dëgjoj, që unë kam mbrojtur femrat edhe fëmijët, o Gucci, kam bërë luftë. Një gjë që po habitëm Samila, vetëm çdo herë kur flas për më drejt, kur flas për më të mirë e më të drejt, dal besprem. Po e di çapo më habit? 20 llogari, 50 u kam bërë blok 50 veta dhe tani. Të tërë kanë qenë llogari false. Dëgjoj. Tani këta kanë kaq shumë llogari false. Po ta shpjegon Sonila. Dëgjoj këtu tani. Këta janë njerëz që në jetën e tyre janë njerëz bosh. Nuk janë njerëz të lumtur, sepse unë si Sonil nuk vi të të shqaj ty, nuk vi të të ofendoj as ty, as ty. Okej? Në asnjë mënyrë. Kam TikTokun tim, me emrin tim, unë jam preza, po me emrin tim. Kjo jam unë me fytyrën time. Ndërsa jam një femër e lumtur, jam e lumtur. Ndërsa këta nuk janë të lumtur të që sonë. Kujdes sepse këtu ke të bësh ka dhe fëmijë të vegjël, okej. O ku janë kalamajshit e vegjël që janë të pa kujdes që prindi. E pash një ditë, ishte një djalë 13 vjeç, vetëm shkruante aty, vetëm shkruante 3 orë njëjtën gjë, edhe unë e dija që kush ishte, se e pranova më para, fa faleminderit, jam fans, të dua shumë, edhe po e ruaja, shkruante 3 orë njëjtin mesazh. Prandaj po të Edhe pyeta pse je mërzit. Janë fëmijët, janë
Po di çfarë i bën trurit ajo, njëta negativitet, constant. Ore si nuk kemi për të thënë. Ore nuk e di una. Ore unë do kisha dëshirë, ju komentuesit që jeni negativ, sikur kjo nëna juaj të di se çfarë bën fëmia e vet. Kaq. Se janë vetë nënë. Edhe fëmijën, edhe pse sot është burr, ore e kontrolloj gjithmonë. Është kontrolloj fëmijën nga prindi. Ore. Jemi ne prindrit, ore. Jemi ne prindrit. Rini më mësoni nga Guça, me jeni është shembull për juve, është shembull ky djalë, ore. Është i vetë deri tani që ka. Po vetëm për rinin kisha një mesazh. Do dali me i gjizoni këtë meme. Rrini afër babait, dahet, xhaxhallat, gjysha. Me me thua Guça. Vetëm këta po ju them, rrini afër këtyre njerëzve që i fash, largoni asaj shoqërie, keni për t'u bërë më burra, më me zemër, më me tradita, e më me norma. Bravo. Kaq. Bravo. Vërtet, është mesazh për ju që ta dëgjoni ju, ta kuptoni juve. Jeni në norma tuaja, në jetën tuaja të rregullt. Unë tham për rinin, unë tham për vlezit e mi të vegjël, se unë vlezit e mi të vegjël jeni, se tu po i hi nga sa rrugën e diçumi, ju tu do përfundoni. Mos e gastat, mos e frymë. Këtu aty Guçi, unë i kam parë të gjithë, dhe kur afroj të ty afroj sepse nuk e di unë se si, nuk e arri do t'i kuptoj që do me thënë, hajtë se ka këtë 50.000 veta, hajtë se ka 100.000 veta, hajtë vemi këtu, hajtë vemi atje, hajtë abim shok, hajtë i fusim intriga, se qa fitoj në fund, ja Allah Perëndi nuk e di. Se qa fitoj në fund, të përshëndet të goca poshtë ati kamerën. Shko si që është bukë. Shiko që djali është, ore. O njerës, o shqiptar, djali, më i rrëvë dhe me norma, qofshin të gjithë djemë që tjorë djallë. Ka që ti të Sonila. Faleminderit. Ka që ti të themun, qofshin të gjithë qunat si ty, edhe kjo bo do jetë e bukur. Në qofë se nuk marri shëmbullin tënë, do thot që kam baruar e sape me vetën e tyre këta të shenë Sonila. Po, i ka dhe për të pala vetës. Guçi. Pa e kuptova se doli me Po më shikon dhe në syje, po e gacmoja Queenin. Sonila. Unë do të përshëndes Lali se unë do i kitë. Më fal, nuk e kisha me ty Sonila, po gacmoja pa Queenin se po rrinte aty. Jo këtu. Unë po i po them një gjësoni. Kur shajnë, mos i lexo. Në qoftë se nuk arrin do të kuptoj ty, mos i lo frutet tu me këta. Je shembull për të gjithë. Të marrë shembull nga askush tjetër në rrjetet sociale. Asnjëri tjetër përveç se ty. Djalë me normë. Një djalë që se bën më në. Nesër sonte ose nesër keni për parsa meme do dalin më shajnë gjas me janë bërë best friend prap, se fola të drejtën. Po, inshallah zoti ju zjone, mos i sprovo. Po e meme, dëgjo meme, e di ku ti thon meme ati Guçi, këtë s'ka kuptuar fjalën meme. Meme është kur një person nuk dihet me fytyrë, nuk njihet me fytyrë, edhe kërkojnë ta zbulojnë. Por jo juve që jeni me fytyra, apo unë që jam me fytyrë. Në meme vjen ata persona që nuk dalin kurrë në skenë. Edhe ha t'i zbulojnë, ha të gërmojnë, si tha i gërmotare gërmose qërin e kordur do gjësh. Edhe punë e këtyre. Meme është për ata më shumë. Po këto video që bëjnë këta, sepse punojnë këta me faqet, marrin lek. Kur arrin 500 euro, 500 shikus, pastaj 1.500. Mua më kanë vënë ofertë që mund t'ja u bllokoj komplet, mos më nxjerrin dot fytyrën time, kam thënë lere të ushjen, të bëj në një lek. Po tani e di si unë do ja u bllokoj komplet. Do i bllokoj edhe faqet që postojnë mua, do filloj dhe ja u bllokoj edhe faqet. Kam folur me një drejtësi, kam një menaxher e TikToku, do filloj dhe ja u bllokoj si klevjeve që nuk janë nxjerrin dot, njëjtën gjë do ja u bëj. Dhe kam filluar shumë tallje nga anë memeve. Tyra jote e bën. Shumë humor. S'ka çfarë më bën mua. Do ja bllokoj komplet edhe akauntet do filloj të bllokoj. Po flasim një vit parë, tani kam një TikTok. Sa i TikTok-un më marri mua më bëj një video më, se çfarë na trojnë ta? E di çfarë bëron? Bam, ja mbylla faqen. S'më intereson mua. Në moment që është fytyra ime,
Emër mbi emër, jep dokumentin, jepi sinjalizimin, e ti bëjt falafaqes. Është më mirë mos e edhi. Po. Jo, atë po thuaj dhe i bokoj faqet, kanë Është thuar një shumë video, meme, Gucci. e mendojnë si ku po Ajo bëjnë është një humor. video. Kanë thuar të më bëjnë humor, si ku nuk po më respektojnë ashtu qysh Që di anglisht i shumë kam mirë. respektuar. Është një program ajo, është në anglisht, dhe ti në moment që futesh tek ajo atje, shkruan të gjitha, jep të gjitha të dhënat e tua me dokumenta me të gjitha, fut fotografinë tënde, shikoj ti do iki faqja përlesh në 2 sekonda. Po, s'ka pse të marrin ata, të marrin që leje ty, i ke autorizuar, jo si ke autorizuar, dhe s'ka të drejtë. Në qoftë se unë të autorizoj, të firmos diçka, që ti të më publikosh, okay. Në moment që ti këta e bëjnë pa leje, ke të drejtë të bësh procedurën tënde me anë të TikTok-ut, Pore Gucci. Pore Flori, po. Të këta s'ndalojnë. Po mbyll e faqet ti që kanë këta shumë me 1 milion, i kanë mbyllur faqet këtyre me shumë shikus. Po kanë mbyllur ora. Lexo Atë pak. do ja bëj unë. Po Gjasalo, ne njefti Gucci? E kam dashuri e kam. Gjasalo ne kam Gjasalo, shpirti, po. si kon qikolari, lexoj unë. Janë shumë komenta, Flori. Gjasalo ne kam dashuri, e kam shpirti, një sekund pak. E kam të mirë, e kemi të mirë. E kemi të mirë Gjasalo, ore. Mo Po Gjasalo. ka për komentaj ta gjithë këtu në Gucci në 5 milion se mo që Flori. Nice, një filtëni. Unë po i kthej përgjigje Kasandrës. Faleminderit Kasandra, duhet Se shumë. ka thënë, kush është, një sekund. Kush është Gucci në Angli apo ku është Gucci në Angli apo poshtë? O Gucci ku je në Angli apo poshtë po pyet Gjasalo? Jam në Shqipëri. Jam në Shqipëri. O Gjasalo, jemi që jemi. Ne të dy si pleqëria sapi. Vemi atë, jepim dhe kafe me Gucci si. O që djali është kjo, mos e gacmoni, ore, lini ratë të djallë, ore. Ma lini ratë. Mirë, një tua shumë. Faleminderit Queen, Sonella. Faleminderit herës tjetër kisme. është djali i mirë, ore, është quna që se bërë nëna, i ka. Gucci po iki se do të gjumë lali janë për punesë në bazite. Respekte për të gocën po, Qa zona di? respekte për ti. Halo, e guzhinjere, te. Po, guzhinjere. Punojmë, do ham bukë në vlas, pres TikTok atë u lullet në fila, se ma përqe ma në shaqet, po ika. Gucci Talk, natën. Natën të gjithë, respekte për të gjithë, natën të ke qenë sani, Natën. 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 Faleminderit. Edhe ju që po na ndiqni, e dëgjuat vetë me fjalët e Sonelës. Bandit kërkoj falje gocës. Mohamed, pash një mesazh që kishe shkruajtur për mua, Mohamed. Zoti truhet ve ty, mo pash një mesazh që kishe shkruajtur, Mohamed. Shumë faleminderit. Kishe shkruajtur një mesazh pozitiv, Mohamed.